Parashikimet për rreshje shiu me intensitet të lartë kanë sjellë një situatë vërtet shqetësuese që ka vendosur në lëvizje institucionet në Vlorë. Kanalet e urave të larta, ato të bardha apo të ndryshe dhe kanalet e urave të shiut kanë qenë në fokusin e pastrimeve gjatë këtyre ditëve. Një punë të konsiderueshëm ka bërë ndërmarrja ujësillës kanalizime, e cila me mjetet e rënda por edhe me fuqinë punëtore ka bërë të mundur pastrimin e këtyre kanaleve, si dhe thellimin e tyre, me qëllim largimin e ujrave në një kohë sa më të shpejtë. Nëse do të kishte rreshje shiu me intensitet të lartë, ato të ndihmonin rrjetin e kanalizimeve në përballimin e situatës. Pamjet që po ndiqnin në ekran të siguruara nga televizioni 6+1 Vlora sjellin momente nga pastrimet e kanaleve në disa zona të qytetit. Bëhet fjalë për kanalet e urave të lartë, të cilët kanë qenë në fokus të punimeve për pastrimin, por edhe për mirëmbajtjen e rrjetit në këto ditë, me qëllim një funksionim total i rrjetit të kanalizimeve dhe pa problematika. Punimet kanë vijuar në orët e fundit, ndërsa janë përqendruar thuajse në të gjithë qytetin, aty ku ka rrjet të kanalizimeve dhe kanale të ujrave të shiut apo ujra të larta. Këto kanale janë shumë të rëndësishëm për qarkullimin e ujrave dhe për të shmangur përmbytjet në kohë me rreshje shiu me intensitet të lartë, nisur edhe nga fakti se funksionimi i tyre sjell më shumë normalitet në qytet, duke përballuar fluksin e ujrave. Këto kanale më pas i çojnë ujrat në drejtim të hidrovorit të madh, ndërsa nëse ato do të jenë të pastruar dhe në funksion total, do të bëjnë të mundur shmangjen e situatave problematike, sidomos në kohë me rreshje me intensitet të lartë.